çfarë e kishte Gjergj Kastrioti Skënderbeun? Bona përgjigju. Vetën e vetë. Bjemër. Po. Unë them që ka pas djaldaje. 3. Në cilin shekull jetoi Skënderbeu? Në të kaluarën apo në të ardhmen? Kjo është pyetje. Po përgjigjet të... Po përgjigjet do kaloni klasën. Në të ardhmen. Në të ardhmen. Po, në të ardhmen, Skënderbeu s'ka ardhur akoma. Po, më pëlqen. 4, kjo është shumë e bukur. Skënderbeu, Prit. një moment. Po. Vetëm po erdhi me shpatën dorë. Po, do vi me reze lazer. 4, kjo është pyetje që duhet i përgjigjen gjithë shqiptarët, se ka bërë Lutfi Dervishi dhe ka qarë. Kundër kujt luftoi Skënderbeu? Kundër miqve apo kundër armiqve? Kundër miqve. Ko i gjetët këtë? Bona. Kundër miqve. Unë mendoj kundër miqve. Kundër të tyrve. Kundër të tyrve. Kundër miqve. Kundër miqve. Atë që zbëri do turku për 500 vjetë këtu, e ka bërë vetë. E bëri TikToku. 5. Pyetje për gjithë publikun. A ishte Skënderbeu shqiptar apo turist? Emigrant. Jo, Jemi përgjigju. Jo, Lori këto mos jetë me nga, përgjigju. Shiko, ja këtë skupton ju. Emigrant. Turist. Po. 6. A kishte për krenare Skënderbeu apo dilte në betej me kapele dielli? Me kapele dielli? Pa kapele? Se ishte trimi madh. Ka pas kapele? Jo. Unë s'besoj se në atë kohë ka pas një kapele. Jo. Dhe ka pas qërpik të gjatë. Qërpik të gjatë, po? Për krenare, po. 7. Skënderbeu përdorte shpat apo dron? Dron. Jo, ju duke si shaka, po dronet përdorte më shumë se shpatën. Po qa ishin dronet? Gur, tak idhin gur. 8. A jetonte Skënderbeu në shtëpi apo në shtëpinë më të famshme në Shqipëri? Vetë në shtëpi më të famshme. Më shtëpi më të famshme. Në Shqipëri. Atëre shtëpia më e famshme bie 10 Kala e Krujës. Po. Pikërisht. Po. Atëre ka një konflikt tu, se unë e di që është një tjetër këtej na... Nga Sureli. 9? E po e lëm këtë, Jo, prit. Jo, e lexoj. Ajo nuk është kala. Me kujdes. Ajo është 50 metra 90. Ajo është diçka tjetër. është më lartë. 50 metra është më shumë. Ajo. 9. Beteja e Albulenës u fitua me strategji luftarake apo me votat e publikut me SMS? Unë do të them votat e publikut. Votat e publikut. Votat e publikut. Me thashe theme. Me votat e publikut. Po, me qofë? Ndimoj ChatGPT-ja. S'ke imagino Skënderbeu duke ChatGPT si ti mund turqit e madhe fare. Edhe turqit duke pjotur si të mundim Skënderbeun e madhe fare. Dhe e të fundit, a ishte Skënderbeu figuri historike apo personazh i reality show? Pyetje. Dang, prit. Dang, po. Mendoj reality show për arsye se vinte nga sultanati. Dhe ne dim që sultanati ka shumë... Pas ka qenë aktor filmi. Bravo. Jo, zë jam, si do ishte përgjithër atyre pyetjeve Skënderbeuet, po të kishte qenë aty. Po të futi Skënderbeun, të ta pyesim për Skënderbeun. Do ta pyesim për Skënderbeun, çfarë do? Unë kam pyetjen e fundit për ju tani. Dhe pyetja e fundit është, të kishit qenë ju të mos dinit ndonjë përgjigje. Unë do thosha se A do ishit skuqur, do ishit zverdhur, a do... Jo, unë... do kisha dalë për jashtë. Atëre do përgjigjem unë i pari. Pyetja shumë e bukur. 1. Unë kam shumë frikë unë pyesën, ose po sikur mos ta di përgjigjen, dalë si plau. Jo, e kam për shaka. Po të tjere... Bona. 1 sekond, 1 sekond.